Përshëndetje. Ka njerëz që ankthin e ndjejnë në qoks, të tjerë në kokë, disa në muskuj, por shumica e njerëzve e ndjejnë atë në bark. Si fryrje, shtrëngim, gazra, diare, kapslëk, fluks flutrash në stomak. Psikologjia dhe gastroenterologjia janë më të afërta se sa duam ta pranojmë. Në fakt, zora dhe ankthi janë si binjakët siamez, të lidhura në mënyrë të pandashme që ndikojnë tek njëri tjetri pa pushim. Në këtë video, unë do të përpiqem për ta humanizuar këtë raport, për ta kuptuar më mirë, për ta çmitizuar trupin dhe për treguar barkun jo si një organ banal, por si një teatër të madh të psikikës njerëzore. E para, barku është truri yt i dytë. Shpesh themi me shaka se barku ka mendjen e vet. Neuroshkenca thot po, ka. Sistemi nervor enterik, që e shënojmë ENS, përbet nga qindra miliona neurone, pothuajse sa palca kurrizore. Ai kontrollon tretjen, lëvizjen e zorëve, sekretimin e enzimave dhe komunikojnë drejt për drejt me trurin përmes nervit vagus. Se ç'është nervi vagus e kam shpjeguar në video të tjera. Kjo do të thotë diçka shumë e thjeshtë dhe shumë e frikshme. Barku mendon, tregon edhe kujton. Kur je i stresuar, barku e di. Kur je i dashuruar, barku e di. Kur je në ankth eksistencial, barku e di më shpejt se mendja jote racionale. E dyta, ankthi nuk është vetëm në kokë. Në psikologjinë popullore, ankthi trajtohet si një fenomen mendor, mendime katastrofike, frikra, ruminime, mendime që përsëriten me demek. Por ankthi është mbi të gjitha një fenomen trupor. Trupi yt përgatitet për rrezik dhe kur rreziku është thjesht një email nga shefi yt apo një bisedë me vjerën ta quajmë. Sistemi nervor simpatik aktivizohet, adrenalina rritet, qarkullimi i gjakut ndryshon dhe barku reagon. Disa njerëz kanë diare nga ankthi, të tjerët kanë kapslëk. Disa fryhen si tollombace. Të tjerët prodhojnë gazra që do të duhet të regjistrohen si fenomen meteorologjik. Kjo nuk është dobësi, është biologji. E treta, zora si pasqyrë e jetës emocionale. Në terapi shpesh flasim për tension emocional, por tensioni nuk është metaforë. Ai është muskulor, visceral, organet e brendshme, dhe hormonal. Kur shtyp zemërimin, barku shtrëngohet. Kur shtyp frikën, zora paralizohet. Kur shtyp dëshirat për të ikur, zora nxit daljen e gjithçkaje. Populli dhe shprehjet e tij popullore e dinë prej shekush këtë gjë. Më ra barku, po më hidhet barku, mu hap barku, më shtrëngoj barkun. Kam një ndjesi të keqe në bark. E psikologjia moderne thjesht i ka vënë emra shkencor, asaj që folklori e dinte intuitivisht. E katërt, mikrobiota. Bakteret që ndikojnë në humorin ton. Në zor jetojnë triliona bakterie dhe nuk je vetëm një individ, je një ekosistem ambulant. Këto bakterie prodhojnë neurotransmetues, serotoninën, dopaminën, GABA ose GABA-n, një neurotransmetues frenues në tru, po të njëjtat kimikate që psikologët dhe psikiatrit përpiqen t'i rregullojnë me terapi dhe me medikamente. Kjo do të thotë se ajo që ha ndikon në atë që ndjen. Një dietë e varfër ushqimore me baktere të varfra. Një mikrobiot e varfër ushqen një mendje më të paqëndrueshme. E në këtë kuptim, depresioni dhe ankthi nuk janë vetëm çështje filozofike jete, janë edhe çështje zorre. Ç'të bëjmë? E pesta, ankthi social dhe ankthi intensional. Njerëzit turpurohen më shumë nga gazrat, se sa nga gënjeshtrat. Shoqëria toleron hipokrizin, por jo biologjin. Ankthi për të nxjerrë gazra në publik është një shembull brillant i konfliktit midis natyrës dhe kulturës. Trupi yt bën atë që duhet të bëjë. Kultura të thotë turp. Rezultati? Tension, shtypje edhe dhimbje. Në terapi shpesh ankthi merr funksione trupore, shfaqet si fobi sociale e sofistikuar.
frikë nga zhurmat, erërat, nevojat bazike. Qytetërimi ka bërë që njerëzit të ndihen fajtor që janë biologjik. E gjashta, zora e irrituar dhe shpirti i irrituar. Sindroma e zorës e irrituar, që zakonisht e gjejmë të shkruar me 3 gërma IBS, është shembulli perfekt i binjakëzimit siames. Nuk ka gjithmonë leksione organike, dëmtim fizik, strukturor, i dëmshëm në një organ ose në një ent, por simptomat janë reale, të dhimbshme, invaliduese, aq e rëndë sa të pengon të funksionosh normalisht në jetë. Pra, IBS-ja shpesh shoqërohet me ankth, depresion, traumat fëmiris, personalitet hiperaktiv, zora bet organi që flet kur goja hesht. Në këtë kuptim, disa simptoma gastrointestinale janë autobiografi trupore. E 7, trauma që fshihet në bark. Psikotraumatologjia moderne flet për trupin si depo traumash. Barku është një nga këto depot kryesore. Trauma kronike rregullon sistemin nervor autonom në një gjendje alarmi të përhershëm. Zora jeton në luftë ose aratisje. Rezultati, inflamacion i lehtë kronik, disbioz, pra çrregullimi i ekuilibrit të bakterieve në zorë, ndjeshmëri e rritur viscerale, që lidhet me organet e brendshme të barkut dhe të gjoksit. Trupi mban mend atë që mendja përpiqet ta harrojë. E 8, psikologjia e kontrollit dhe e kapslokut. Kapsloku kronik shpesh shoqërohet me personalitete kontrolluese, perfeksioniste që nuk lëshojnë, nuk hapin rrugë. Natyrisht ky nuk është një ligj universal, por metafora funksionon mirë dhe klinikisht. Njerëzit që nuk lëshojnë emocione, shpesh nuk lëshojnë as fizikisht. E 9, lirimi, gazrat dhe filozofia e pranimit. Nxjerrja e gazrave është simbol filozofik i pranimit të vetes. Është një moment kur trupi thot mjaft u mbajta, mjaft durova. Në një kulturë që promovon vetkontrollin obsesiv të nxjerrjes së gazrave, nxjerrja e gazrave është akt rebelimi biologjik. Të pranosh trupin tënd do të thotë të pranosh edhe zhurmat, erërat, edhe të gjithë të tjerat. Psikologjia humaniste do ta quajë këtë autenticitet somatik. E 10, çfarë mund të bëjmë si njerëz, jo si robot? E para është normalizim. Të kuptojmë se barku është pjesë e mendjes dhe jo armik. E 2, edukimi ushqimor. Të kuptojmë lidhjen midis dietës dhe humorit pa u bërë fantazëm dietike. E 3, është menaxhimi i stresit. Meditimi, terapia, humori, lëvizjet fizike. Zora do t'ju falenderoj. E 4, diskursi publik më i sinqert. Të flasim për funksione trupore pa turp. Humanizimi fillon me fjalë të thjeshta. 11, ironia ekzistenciale. Njeriu modern lexon libra filozofie, bën terapi ekzistenciale, diskuton për kuptimin e jetës, dhe ndërkohë zorra e tij vendos se do të ketë humor të mirë sot apo jo. Sokrati foli për shpirtin, por as ai nuk foli për zorrën. Ndoshta kjo është arsyeja pse filozofia ka lënë jashtë një nga faktorët kryesor të gjendjes njerëzore. E 12, si përfundim, binjakët siamez, por jo armiq. Zora dhe ankthi janë binjak siamez sepse janë të lidhur me nerva, hormone, baktere dhe histori personale. Ti ndash është e pamundur. Ti kuptosh është e dobishme. Humanizmi i psikologjisë kalon edhe nga humanizmi i barkut. Ti je njeri do të thotë të mendosh, të ndjesh, madje edhe të nxjerrësh dhe gazra. Nëse kjo ju duket vulgare, problemi nuk është barku. Është iluzioni që jemi më pak biologjik se sa jemi në të vërtetë. Në fund, ndoshta një nga kriteret më të sinqerta të shëndetit mendor është një bark që punon, reagon dhe flet, sepse një trup që flet është një trup që ende nuk ka heshtur nga trauma. Miq, unë do t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Jam i sigurt që kjo video
u ka bërë të mendoni dhe të diskutoni, unë i falenderoj për këtë. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videot që jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.